Dhe paralajmërimi i Aleksandar Vulin kërshi Kosovës është i qartë. Ai është një figurë, një imazh që nuk është reformuar, sikur që e kemi parë në dekadën e kaluar, sikur tani qëndrimet mbeten të njëjta kërshi shqiptarëve dhe Republikës së Kosovës dhe bisedimet në mes Beogradit zyrtar dhe Prishtinës zyrtare. Ne po shohim një forcim të narrativës nacionaliste, sulme ndaj shteteve perëndimore, mosdëgjueshmëri ndaj shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat njëkohësisht edhe mendojmë se në këtë mënyrë po bllokojnë edhe integrimin evropian të Serbisë dhe po rritin një izolim diplomatik ekonomik, por në mbetet si shohim duke vijim periudhën në vijim se çfarë do të jenë qëndrimet e OBE-s dhe SBA-s, sepse ne dimë se deri më tani Serbia është përgdhelur më shumë se të duhet, kërkesë veprimeve, mos realizimit drejtave të pakicave që jetojnë në Serbi, izolimin e mediave, funksionimin e ligjit dhe qeveri korruptive për cilën gati 12 muaj kemi një lëvizje studentore, një zë ndryshe, një zë qytetar që gati se çdo ditë i shohim në sheshe të shumta të qyteteve të Serbisë mbi 200 vendbanime, të cilat protestojnë kundër qeverisë Aleksandar Vučićit. Ndërkohë, Ardita, një skandal i vërtet ka ndodhur para disa ditësh, ku kryetaria e Kuvendit të Serbisë Ana Brnabić është filmuar duke kënduar këngë çetnikësh, duke kërcënuar Kosovën. Gjithashtu edhe anëtar të tjerë të Partisë Progresiste Serbe, SNS, janë parë duke bërë edhe slogane të ndryshme, gjithashtu kërcënuese për Kosovën. Çfarë na tregon kjo në vetvete, që ajo kast politike që drejton Serbinë sot është ende në mendsinë e viteve 90-ta? Fillimisht ata nuk i quajnë skandale këto veprime, sepse gati në çdo muaj ne shohim nga një skandal të këtyre zyrtarëve qeveritar, se herë që u duhet për konsum politik ose për konsum elektoral, ata patatet ngrohtë e kanë Kosovën dhe nacionalizmin e tyre, se herë që u duhet para elektoratit që ta shpjetohen për gabime që bën, ata drejtohen në tek enklavat serbe ose në përgjithësi në qëndrimet zyrtare kërshi Kosovës. Në shumë manifestime kulturore, edukative, fetare, në festa zyrtare në një pa zyrtarë shumë të Republikës së Serbisë, të cilët kanë kënduar, kanë interpretuar vargje të përket nacionalizmit dhe qëndrimeve kërshi shqiptarëve. E themi me plot gojë se lëvizja e tensioneve në Serbi shihet dita ditës, sepse çdo ditë kemi protesta, kemi një retorikë ushtarake, kemi një aleancë të palëkundur me Moskën, që normalisht kjo na bën të shqetësohet edhe rajoni dhe marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse Serbia po përballet me një val protestash antiqeveritare, ndërsa në anën tjetër kemi një qeveri të presidentit Aleksandar Vučić, i cili hera-herazi po reagon edhe me masë sigurie, me përplasje në mes të çadrave dhe kampeve mbështetëse pro-qeveritare, pa kërcyer asnjë metodë për të zëri ndryshme kundër qeverisë së tij. Ndërkohë, si ndikon ky afrim i Serbisë me Rusinë dhe Kinën, një afrim edhe i motejshëm, duhet ta themi, sepse ka ekzistuar një lloj miqësie mes këtyre vendeve, por në procesin e integrimit evropian të vetë Serbisë dhe në stabilitetin e Ballkanit Perëndimor, a mos ndoshta Serbia e ka ndarë mendjen dhe i ka thënë lam të mirë aspiratës për Bashkimin Evropian dhe e mban të fshehur këtë thjesht për të thithur fondet evropiane? Në aspektin diplomatik, Serbia dhe më tutje rrinë në qëndrimet e saj, thotë ne nuk kemi nevojë për Bashkimin Evropian, ne nuk kemi nevojë që kemi pjesë e NATO-s në aspektin ushtarak. Presidenti Vučić pak më parë se ishte një vizit zyrtare në Kinë, ka nënshkruar disa kontrata të cilat do të realizohen në periudhën vijim, që do të financohen nga qeveria kineze. Ne dimë se Serbia është derë e hapur për shqiptin e Kinës, tani më bëhen disa investime, populli kinez
ka lehtësira edhe për çështjen e lëvizjes, edhe për bizneset që tani më kemi shumë kinez që ushtrojnë brenda territorit të Serbisë dhe dim aleancën dhe marrëdhëniet bilaterale që kanë mes Serbisë dhe Kinës. Po ashtu, presidenti Vučić mbetet edhe më tej pro lindje, pro bashkëpunimit në Kinë dhe Rusi. Unë besoj se edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në aspektin diplomatik, por edhe Shtetet e Bashkimit Evropian do të kenë një vit shumë të vështirë kërçi shtetit të Serbisë për të mos humbur ndikimin e Serbisë përkundër tentativave që Shtetet e BE-s dhe SBA kanë ndaj Serbisë interesit strategjik për të ruajtur një marrëdhënie dhe për ta mbajtur në ombrellën e tyre, sepse e din në momentet që do të heqin dorë apo që do të aspersojnë sanksione ndaj Serbisë, Serbia ndoshta mezi pret momentin që të rangohet në trahun e mosës zyrtare. Dhe kjo normalisht nuk i lëviz as BE-s as Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shkak të strategjisë gjeografike fillimisht që ka Serbia dhe luftimit dhe gjërave të tjera. Duke u rikthyer edhe një herë luftës së vetë shpallur nga Aleksandar Vulin për të krijuar ashtu të quajturën botë serbe, çfarë mesazhi dërgon kjo nismë për Kosovën dhe për shtetet që kanë dalë ndoshta nga ish Jugosllavia, sidomos në kontekstin e kërcënimeve të fundit për luftë, qoftu edhe nga vetë presidenti i vendit Aleksandar Vučić? Vetë Vulin flet për një luftë hapur se përket botës serbe. Ai në deklaratën publike thotë se ne do të interesohemi dhe të bëjmë kujdes maksimal për çdo serb që jetojnë në gjitha vendet e Ballkanit, fillimisht aludon te Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Kjo e rrezikon dy shtete që janë edhe të kufizuara në Serbi, duke ditur se jetojnë etni të pakicët serbe edhe në Kosovë, edhe në Maqedoninë e Veriut dhe gjeografikisht janë të ndërlidhura këto tri shtete. Qëndrimet e Serbisë normalisht rrezikojnë sigurinë e Kosovës. Ne dimë se çdo vit shohim përforcime të kufirit, realizim të manovrave ushtarake, tentime dhe provokime që bëhen hera-herazi nga vetë shteti i Serbisë, për cilën kanë konfirmuar rezultatet e Ministrisë së Mbrojtjes së Kosovës dhe nuk i kemi sinjalet e mira nga shteti i Serbisë se i përket qëndrimeve të saj, negociatave dhe bisedimeve, nëse do të mund të ulen në kryezën e bisedës me Prishtinën zyrtare.